të marrë përfundimin e duhur. Me mua në studio kam Ljaberie Qarreti nga Aksioni për Nëna dhe Fëmijë. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithashtu kam edhe Lisa Mehmeti nga organizata Tipni Amel. Përshëndetje Lisa. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Po e kemi në lidhje të drejt për drejt edhe Besim Kodër nga Shoqata për mbrojtjen e pacientëve. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotri Kodra, po e nisë këtë diskutim me ju, faktikisht shohim që ka kërkesa që të ndryshohet lista e banave esenciale në për institucionet publike shëndetësore të vendit. Kësaj radhe kërkohet që të përfshihet edhe e pompa për matjen e insulinës, gjithashtu dhe mjetët përcjellëse. Ju si organizat, keni marrë ndonjë kërkesë, keni pasur ndonjë iniciativë më herët dhe si e vlerësoni një gjë të tillë? E para faleminderit për ftesën. Jo, sepse ne nuk merrem aktivisht me smundjet, ne merrem me komplet pacientin, si më thanë, me të drejtat e tij, prandaj nuk kemi pas një aktivitet në këtë drejtim. Ajo që kisha dashur me ngre në çët diskutim është se pompat nuk janë pjesë e listës esenciale dhe nuk mund të jenë, sepse ato nuk janë barna, nuk janë material, por janë pajisje. Pra, do të trajtohet tjetërndryshe si formë, jo sikurse është nis. Në parim, ato në bazë të evidencave shkencore i ndihmojnë pacient që janë të prekur me diabet, sepse është një teknologji shumë e avancuar se sa mënyra se si e marrin insulinën aktualisht. Edhe pse në vendet e Bashkimit Evropian në vendet tjera nuk jo gjithë personat mbulohen me këto punë, pasi më thonë është një çështje koha e kufizuar për shkak të kostës. Megjithatë ne duhet ta përcaktojmë kategorinë e cila është më shumë në nevojë, sepse kjo do të ndihmonte atyre për të qasur më mirë në shërbime shëndetësore. Kosova është një vend i varfër, e mira do të ishte që ne gjithë pacientët i pajisim me ato pompa, mirë po do të kemi konsiderata edhe ndaj pacientëve me smundje të tjera, prandaj kjo e kufizon nganjëherë edhe avokimin për një kategori të caktuar të pacientëve. Unë vlerësoj shumë iniciativën e organizatës Tipni Amel për të përfaqësuar drejt interesat e atyre që përfaqësojnë për shkak se ata më së miri e ndjejnë barrën e trajtimit. Ne të tjerë mund të ndihmojmë ata, por ata janë si më thonë, ata promotorët që duhet të shtyjmë këtë temë përpara. Pra, ju nuk e shihni të arsyeshme këtë kërkesë që këto pajisje të përfshihen në listën esenciale, me arsyen se nuk janë barna? Jo, mos ta keq kuptojmë. Këto duhet të përfshihen në një listë tjetër, por nuk janë barna. Duhet ta kuptojmë se kur ti bëjmë kërkesën e institucioneve, mund ta huqim edhe ato nganjëherë mendoj se presin që ne ta huqim. Do të thonë kërkesa nuk duhet të jetë për barna esenciale se material shpenzues, sepse këto janë pajisje, nuk janë as barna as material shpenzues. Prandaj kërkesa duhet të orientohet në një drejtim tjetër, jo në këtë drejtim siç ka nisur përshtypja ime. Dhe ne do ta identifikojmë, domethënë do të përgatitemi për hapin e dytë. Në qoftë se shteti thotë nuk kemi mjete të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha, ne do ta kemi një plan B, cilat janë kategoritë të cilat duhet të mbulohen tani për tani dhe cilat janë kategoritë që mund të presin edhe më vonë. Po, Elisa, që ta sqarojmë edhe këtë çështje. Cila është kërkesa e saktë që ju keni për Ministrinë e Shëndetësisë të futet në listën e banave esenciale, sepse ashtu s'paku është në bazë të asaj që është publikuar deri tani, apo ka edhe ndonjë kërkesë tjetër? Kërkesa është e parashtruar ashtu që pompa bashkë me materiale shpenzuese që vinë me pas një pompë, bashkë me senzorat që bëjnë matjen konstante të glikemisë, me u fut në listën esenciale të banave, qysh është edhe në përvendet tjera të zhvillume. Bile shumë shpesh në statistika që mbjen me i lexuemi, po shpesh e marrim pyetjen se sa është jetëgjatësia e personave me diabet tip 1, edhe statistika thonë që kjo këtë varet prej vendit ku jetojmë, edhe prej kushteve cilat na mundson ai vend që na me pas një jetë sa më të mirë. Pra, sipas asaj që ka po deklaroni, i bie që në vendet e tjera këto pompa bashkë me mjetet përcjellëse janë të përfshira në listën e banave esenciale, pavarësisht se nuk janë barna, sepse zotri Kodra tha që duhet të ketë kujdes në mënyrën se si bëhet kërkesa. Nuk janë kundër kërkesës, por që të mos përfshihen në listën e barnave esenciale sepse nuk janë barna.
pompa e insulinës me të vërtet nuk është në barë, për është një pajisje e cilë ndihmon me u marë insulina i cili është një ilaq, cili shteti për fatë mirë na mundëson. Kështu që në vendet tjera ose i siguron sigurimi publik ose sigurimi privat, të na në Kosovë nuk i siguron dhe nuk i mbulon asë njona. Kështu që na dikon dhëtë me unisë dhe na mas pari kërkesën e kemi qu në shtetë, se që aty po bazohemi me në ndihmu. Nashta ma vonë kemi me vazhdu edhe në për sigurime private, po mas pari të me në dëgju vendi në institucione shtetënore, në mënyrë që pastaj edhe kompanit private nashta sigurimet me e në mbulu këto pajisje cilat për një me në ndihmoj me pas një jetë sa më të gjatë. Po, zotri Kodra? Shumë e drejtë, duket se Lisa e kishtë emre, një falë, kërkoj falë. Parimisht, është njësoj si ku rengeni. Dhe ma rengeni është pajisje, ndërsa materiali që përdohet për rengen hynë në listën e materiali shpenzus. Pompa është pajisje, mirë po gjithë materiali që përdohet për funksionimin e pompës mandej hynë në listën e barnave esenciale, në këtë drejtem. Unë vërtet e inkurajoj listën, edhe si më thonë jap një mbështetje jashtëzakonisht madhe për shkak se thash ata e vujnë barën e smundjes edhe do të ashtu në këtë gjë për para, mirë po jam këtu i gatshëm gjithmonë për ta adresuar mënyrën më të mirë që kërkesa ose kauza që ka ngritur të ketë një sukses më të madh. Po, zotri Kodra, e dim që jeni kufizuar në kohë, kështu që faleminderit shumë që ishit pjesë e rreth rrotull. Kujtojmë që në anën tjetër, pjesë të këtij edicioni kemi planifikuar të kemi edhe dikën nga Ministria e Shëndetësisë, por që të njëjtit nuk janë përgjigjur në kërkesën tonë për të qenë pjesë të këtij diskutimi dhe ndoshta diskutimi do të ishte edhe më i plotë, do të merrnim edhe më shumë përgjigje se si mund të bëhet edhe një kërkesë që mos të ngatrohet ashtu siç tha edhe zotri Kodra, nëse vetëm mund të konsiderohet ngatresë. Në anën tjetër keni nisur edhe një peticion, në mënyrë që të bëhet ky ndryshim. Pse e nisët me peticionin? Fillimisht nuk e kemi nisur me peticionin. Peticioni ka ndodhur dje veç se e kemi publikuar. AMC është një organizatë e cila merret përkushtohet shëndetit të nanave dhe fëmijëve dhe në vazhdën e kësaj fokusin e kemi orientu edhe tek fëmijët me diabet të tipit 1. Duke e ditur se diabeti i tipit 1 si ndikon në jetën e fëmijëve, është një smundje kushtueshme, kërkon trajtim afatgjatë edhe monitorim të vazhdueshëm. Ne si AMC kemi filluar fushatën vitin e kaluar, në vitin 2024, edhe përmes Let's Dance, e cila është një ngjarje filantropike, të cilën e organizon AMC-ja, dhe përmes donatorëve kemi siguruar 10 pompa të insulinës për fëmijët të cilët marrin shërbime në kuadër të klinikës pediatrike, reparti i endokrinës. Këto pompa janë shumë pak, janë vetëm 10, mirë po për shkak se janë të kushtueshme, që e tha edhe zotri Kodra, atëherë nuk kemi pas mundësi për momentin me siguru më shumë. Çka kemi bo, këtë vit, përmes ngjarje Save a Life, e cila organizohet në Zvicër, përmes donatorëve, bashkëdhetarëve tanë që janë atje, na u ka mundësu blerja e materialit shpenzues edhe për vitin 2026. Do me thonë të 10 fëmijët të cilët janë pajisur me pompa, e kanë edhe materialin shpenzues të siguruar deri në fund të vitit 2026. Pas përfundimit të furnizimit me këto pajisje, ne e kemi shkruar edhe një letër avokuse tek nën komiteti për shqyrtimin e kërkesave për futjen e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore në listën esenciale. Kështu që na e kemi bë këtë diferencë, ne si AMC, edhe kemi dërgu tek kryesuesja e nën komitetit, ku ajo ka pranu edhe më herët kërkesën nga klinika e pediatrisë si një pajisje edhe material shpenzues shumë i nevojshëm për fëmijët. Kështu që na e kemi dërgu këtë letër avokuse së bashku me tip ëmbël me listën dhe po presim që do ta kaloj fazën e
do me thonë aprovimin nga nën komiteti. Dhe për shkak se ka një numër shumë të madh të fëmijëve të cilët janë me diabet të tipit 1, edhe po ballafaqohen me vështirësi çdo ditë, atëherë ne bashkë me Tip Ëmbël e kemi bo edhe peticionin për futjen e këtyre pajisjeve dhe medikamenteve në listën esenciale. Deri tash e kemi marrë një numër kogja të madh të nënshkrimeve, diku 500 nënshkrime i kemi marrë, është online, mirë po njerëzit janë përgjigjur, popullata janë përgjigjur dhe është ndoshta nga jashtë nuk mundesh me vlerësu shumë se sa e nevojshme është pompa edhe materiali shpenzues. Na e kemi Jara Hasollin, e cila është një vajzë, një sportiste, është 13 vjeçe, edhe ka përfitu pompën. Edhe deklarata e saj dhe nanës së saj është shumë breslënse, sa shumë i ka ndihmu Jarës në aktivitetet e saj ditore, po edhe në sportin që ajo e dëshiron, sepse shumë fëmijë të cilët janë me diabet të tipit 1 kufizohen për shkak të mungesës së pompës dhe materialit shpenzues. Na e tha dhe Lisa, na e kemi insulinën, e cila është e siguruar nga Ministria e Shëndetësisë, mirë po fëmijët kanë nevojë me u shpu gjatë disa herë gjatë ditës. Sikurse kur janë në shkollë, sikurse në aktivitete, dhe kjo është shumë e dhëmshme për një fëmijë, po sidomos është e dhëmshme edhe për një prind. Një fëmijë që shkon në shkollë duhet disa herë me ndërpremësimin, me bë matjen, me marrë insulinën, kështu që kjo pompë i ndihmon që ta ketë, ndoshta Lisa e shpjegon më mirë funksionin e pompës, mirë po është një pajisje që është shumë ndihmëse madhe si për pacientin, si për familjen. Po, Lisa, para se na tregosh funksionin e pompës, që të ketë qartë edhe publikut, edhe pse po bëhet kjo kërkesë që të sigurohet nga shteti, sa persona janë faktikisht me diabetin tipin 1 në Kosovë dhe sa prej tyre kanë pompa, nëse keni të dhëna gjithmonë? Si pas dhënave në IKSHPK, janë mbi 2500 persona që jetojnë me diabet tip 1 dhe 800 prej tyre që aty dikon janë fëmijë. Me pompë janë rreth 30 veta, ma shumë se 30 nuk janë, 10 për cilve janë përfitus të donacionit të AMC-s, që është një numër shumë i vogël, të e marrë parasysh se në vende pak më të zhvillume qëtu në rajon, e lemo ma largë, këtë qëto pajisje edhe bashkë me materiale shpenzuese mundësohen prej vendit tëre. Pra prej këtyre mbi 2000 persona me tip 1 të diabetit, vetëm 30 kanë pompa. Prej tyre, këtu përfshin pastaj edhe fëmijët. Brenda të 30 persona, ka dhe të rritur edhe fëmijët që i bie që është pak. Po, është shumë numëri vogël, që shta dhe zotriu më herët, është kogja sfiduse kjo si kërkesë që e kemi shtruna dhe po e bojmë vazhdimisht, po është mirë me u kriju një lloj kriteri, për shembull fëmijë që diagnostifikohen prej tashit, ose fëmijë që mjau analizu dhënat dhe kushtet financiare, do të fillimisht për me u fut këto në listë esenciale ose për me u mbulu prej sigurimeve, do të me u kriju një farë lloj kriteri, se asna nuk i kemi pritshmërit qashtë larta që për një herë qëta 2500 persona me i rahatu një farë mënyre me pompë. Po, kur dhe që bohet me u kriju një farloj kriteri, mbi cilin edhe me pas përfitus të pompave dhe të senzorve. Po, këta persona të cilët ka nevoj për pompë, dhe ata të cilët vetëm se kanë një pompë të tillë, si i kanë siguruar, ku gjendën këto pompa, sepse me atë sa kemi informacion, këto pompa nuk gjendën në Kosovë, ose për të thënë është vështirë, rrallë ndoshta mund të gjendën. Unë vetë jom përdëru se pompës që 10 vjetë tash, jo me diabet tip 1 që tash bojnë 16 vite, për këtë arsye dhe e kom formu organizatën tip 1 Amër dhe u formu një komunitet shumë i madhë që pe informojmë një tjetrin, po jemi këtu për një tjetrin, dhe pompa në Kosovë, po ashtu dhe senzora ka qenë vështirë dhe rivon me i siguru. Unë e për vetin fakt pompën e ko marë Kosovë para 10 vjetë. Po këtu është kogja shumë problem se
informacioni nuk ka qarkullu që shdohet. Po ta shprej që jemi bo një komunitet këgja i madhë, për ndihmojmë njëri tjetër me informata, mi tregu ku me ble senzora, ku me ble pompa, kështu që pompa edhe senzora ka në Kosovë, veç do të me e ditë se ku me lypë. Po, cili është faktikisht roli i kësaj pompe, që është kaq esenciale për të gjithë personat të prekur me diabetin tip 1? Roli pompës është shumë i madhë. Pompa insulinës është një pajisje e vogël, unë e kom të vendosën këto momentalisht, e cila administron insulinë 24 orë, ka pak si pas nevojës. Kjo është një lehtësim shumë i madhë për kitë personat me diabet tip 1, se nuk kanë nevoj me uqpu 7-8 herë mrenda ditës për me injektu insulinën, po kjo e jep e administron vetë ka pak si pas nevojës, si pas glikemis që e ka për shembull mas dite ose para dite, insulina jep atë njësi ka dalë. Mirë po do të edhe vetë normal mi të regu që qëtash jom tu i hongër 50 gram karbohidrate dhe pompa të jep insulin. Mirë po është shumë alet me e marrë insulinën me një shtypje të butonit se sa me uqpu disa herë. Kjo po ashtu të ndihmon shumë edhe me i pa paternat, se qëfar kohë po merë ma shumë insulinë nëse ma pak edhe me këshyrë sa e kitë që shëqerin që ato momente, që me mujtë edhe me administru sakt edhe mirë që me evitu incidentet e hipoglykemis apo hiperglykemis, gjë e cila mund ka ndodhë shumë para se me marë pompën, kom pas incidentet që e kom hu vedion, kurse që 10 vjetë që jo me pompë nuk ka ndodhë asë njëherë, se doza ati janë qashtë vogre dhe qashtë sakta, sa që ti mund është mi caktu mirë se sa ty po duhen për një shujt apo për gjatë gjumit, që po ashtu është këgja një farë rreziku nëse nuk je i vedishëm se sa je tu administru insulinë dhe sa e ki sheqerin gjatë gjithë kohës. Pra, që të jemi edhe të qartë, pompat janë mësë të nevojshme sidomos për fëmijët, sepse një fëmijë që të shpohet brenda ditës 7-8 herë për të matur, faktikisht për të marrë insulinën me format klasike, është kogja e vështirë për një fëmijë kur dim që ka fëmijë të prekur me tip 1 të diabetit. Po, keni provuar ndonjëherë që të takoni direkt me qoftë edhe me ministrin e shëndetësisë ose edhe me përfaqësues të tjerë të ministrisë në lidhje me këtë çështje? Jo, në kontaktet e para i kemi bo me klinikën e pediatrisë. Në bashkëpunim me ta, na i kemi evidentu problemet ku janë, edhe nevojat të cilat ata i kanë, edhe në bazë përgjigjes së tyre na kemi vazhdu me kërkesën për furnizimin me pompa të insulinës. Kështu që direkt kemi shku me klinikën e pediatrisë, me endokrinologji. Edhe i falenderoj për bashkëpunimin, kanë qenë shumë të hapur edhe janë shumë bashkëpunus në çdo moment që i kontaktojmë. Po këto pompa edhe gjitha materialit faktikisht për cilë se sa i përket trajtimit të diabetit, sa janë të kushtueshme, sepse e dim që nuk është problemi kryesor që e thatë vetëm që të gjinen, sepse edhe pse e vonë kanë ardhur në Kosovë, prap ka alternativa që mund të sigurohen edhe në Kosovë këto pompa dhe materiali për cellës. Po sa është i kushtueshëm dhe sa është i përballueshëm edhe për familjet kosovare? Kjo është edhe një dilemë kogja e madhe që shpesh ndodh me pas kontakt me shumë familje cilët njëri prej antarëve ka jeton me diabet tip 1 edhe është shumë dilemë për mu sepse pompa është kogja si e kushtueshme, sidomos për standard Kosovës është e papërballueshme. Prandaj ndodh me pa familje dhe fëmijë që me të vërtet pompa kish bo mrekulli për atë familje, po të njëjtën kohë është shumë vështirë mja rekomandu kur e ka një kosto qashtë madhe, jo veç pompa si pompë, si pajisje, po edhe materiale shpenzuse që vinë me to që do të me i pagu gjdo muj. Po, besoj që numri i diabetikve edhe qmimi, besoj që për vendin tonë kish qene përballueshme. Mirë, po për qytetarët, jo edhe qaqë. Do shta unë mund me shtu, sepse ne si AMC e kemi bo prokurimin edhe pas donacioneve që i kemi pas, atëhere për pompën e insulinës edhe materialin shpenzus për vitin 2024, 2025-2026 janë shpenzu 50.000 euro për blerjen e tyre. Për sa pompa?
Për 10 pompa edhe material shpenzus për këta 10 fëmijë. Po, janë 50.000 euro. Kështu që nëse e llogaritim për një familje, është shumë e kushtueshme. Për atë edhe kemi vendosur edhe të dërgojmë, të avokojmë në këtë fushë në mënyrë që të futen në listën e banave dhe medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore. Pra, një pompë e tillë, sa kohë mund të përdoret prej një personi? Pra, kjo pompë bletë një herë dhe pastaj për një kohë të gjatë zgjidhet ky problem. Po, unë pompën kështu me garancion i ka dikun 5 vjet, mirë po unë e kom përdorur pompën e njëjtë për 10 vite, domethënë ka qenë një investim që ja ka vlejt, se në 10 vjetë e kom përdorur qatë pajisjet njëjtë, mirë po janë edhe materialet shpenzuse që do të mi i pagu çdo muaj, që janë gypi, rezervari, kanila, që ato janë po ashtu të kushtueshme. Prandaj nuk është veç pompa e janë çdo materiale që të paktën që ato shteti me mujt me na mundsu. Okej, që pompën pe blejmë vet, po çdo materiale që i kemi çdo muaj, se nuk janë në fundi veç materiale shpenzuese, po janë edhe shumë shpenzime tjera që ne i kemi si persona me diabet tip 1. Kur përmendit që janë shumë shpenzime të tjera që i keni ju personat me diabet tip 1, prej këtyre shpenzime, të gjitha ato që ka duan për trajtimin e sëmundjes, çka ofron shteti përveç sigurimit të insulinës? Veç insulinën ofron shteti. Shteti po ashtu edhe ofron me BHB-A1C, që është kjo analiza e glikemisë 3 mujoshe, mesatarën. Mirë po, ne kemi tash një grup me 70 persona me diabet tip 1 dhe shumica prej vendeve të ndryshme të Kosovës, edhe shumica prej tyne nuk mujnë, edhe që ato që thonë që mundësojnë që të HB-A1C, edhe ato nuk po mundën me shku me bo, po do të me shku privat, se soar po shkojnë në të shtetit, sidomos në qytetet tjera të Kosovës, nuk po kanë materiale për me au bo që të analizën 3 mujoshe. Do me thonë përveç këtyre materialeve që neve na vynë për ditëshmëri, kemi edhe analiza, kontrolat, cilat ishin dashme na u ofru, po shumë shpesh po ka mungesa për cilt shumë familje po i vujnë këto pasoja. Pra, i bie që personat cilët nuk kanë një aparat të tillë, faktikisht sigurohet vetëm insulina prej shtetit dhe pjesa tjetër duhet të bëhet zgjidhje secili për vete. Po ashtu se tash na kërkesën që e kena bu për një me është kogja larg pamse dhe unë kam kështu vullnet me vazhdu edhe mas 10 vjetë, 20 vjetë nëse bëhet, për mua është shumë rregull, se unë jam të jetu me që gjendje shëndetësore. Puna është që për që ata kom me pas durim që me u bo, se momentalisht neve pompa është shumë largë, neve nuk na mundësojnë as aparatin e glikemis me këto testraka që është mënyra ma primitive për me matë sheqerin, neve as që ato nuk na mundësojnë, kështu që për që ata po thëmë kom me pas durim që me mujtë me bo kërkesa sa ma shumë ministrie dhe me shumë shpres me na u mundësu ka daldale prej zeros deri te e fundit. Po, sa ka kërkesa në anën tjetër pastaj nga familjet e personave të prekun me diabet tip 1 për të siguruar këto aparate, duke pas parasysh që përmendet që keni siguruar paraprakisht disa aparate për këta persona, edhe sa shpesh merr një kërkesa? Kërkesa marrim gati çdo ditë. Prej momentit kur i kemi siguru 10 pompa për 10 fëmijë, AMC-ja është bo si derë për me kërku një pompë. Nuk kërkojnë ma shumë prindërit, e kërkojnë vetëm një pompë për me ja lecuj jetën fëmijës vetë, po edhe vetë prindit. Para disa ditësh, pardje faktikisht, erdhi një nanë edhe kërkoj pompën për vajzën e saj 7 vjeqe. Veç sa ishë diagnostiku me diabet të tipit 1, edhe tha, më duhet më këthy shpejt e shkolla, se vajza është në mësim dhe më duhet, tha, me jamat glikemin, më duhet me shpu disa herë në dit edhe pe kam shumë të vështirë. Nuk po mundem, tha, me u punësu, sepse po më duhet me ndejt të dera shkollës. Edhe për neve si AMC, nuk është e letë, kër një prind vjen të dera, nuk po flasë për telefonatat, për e-mailat që na i shkrujnë çdo ditë, po flasë për prezencën e tyre fizike që vjen deri te zyra jonë për me bo
këtë kërkesë. Kështu që edhe për neve nuk është e lehtë, për që ata kemi fillu edhe fushatën e avokimit, edhe peticionit, edhe kemi me vazhdu edhe me forma tjera, derisa të arrim qëllimin. Po në anën tjetër nuk do të ndalemi, do të mundohemi të sigurojmë edhe pajisje. Edhe pse për fëmijët në sigurojmë edhe pajisje dhe medikamente tjera, të fillu prej survantës, e furnizojmë neonatologjin, që nga viti më herët 2013, është tash në listën esenciale, mirë po prapa AMC-ja e dërgon një donacion, që të jetë aty në momentin që ka nevoj. Mandej deri tash dikon rreth 4 milion pajisje medikamente kemi dhuru për shëndetësi në Kosovë, prej këtyre 200.000 pajisje në nivelin primar, sekondar dhe terciar, edhe sa i përket diabetit të tipit 2, 500.000 euro kemi dhuru medikamente për të prekurit me këtë lloj diabeti. Me qenë se e përmendet edhe diabetin tip 2, sepse dim që kemi llojet e diabetit, cili është dallimi dhe pse faktikisht diabeti tip 1 duhet të mirret më shumë konsiderat, sidomos për fëmijët? Pa bërë dallim në asnjë formë, pa anashkaluar askënd, po e dim që diabeti tip 1 është diabet i një shkallë themi pak më të rëndë. Diabeti tip 1 është një smundje autoimune që do të thotë vetë trupi me ka sulmu pankreasin, organi i cili prodhon insulin. Insulina është qaj qelsi që ndihmon glukozën për secilit ushqim që na e hajmë me u fut në qelizë dhe me u përdorë si energji. Do me thonë diabeti tip 1 si smundje autoimune në momentin që ma ka sulmu pankreasin edhe mu nuk më funksionon mo, kjo është një smundje kronike me cilin unë e kom jetu të njëtën edhe do na me administru pankreasin që nashta personave pa diabet ju prodhon insulin, sa të hajmë buk edhe kështu gjatë ditës, unë e që atë insulin duna me marë prej jashtit. Më i me hungër krejt gjithë shkave që insulinën duna me marë prej jashtë. Kurse të persona me diabet tip 2, pankreasi vazhdon ju prodhu insulin, mirë po nuk është u përdorë që shdojt ose veç bojnë rezistent ndaj saj, për andaj kjo zakonisht ndodhë man pleqni, ose të njerëz man bipesh, ose të gratë shtatë zonë, po mundet edhe me ushëru nëse ka një stil jeteset mirë, aktivitet sportiv, ushqim të shëndetshëm, diabeti tip 2 edhe mundet me ushëru. Të diabeti tip 1 është asi smundje që neve një organ veç e kemi ma dembel, nuk funksionon heq, pra ndaj kemi me jetu gjithë jetën deri sa me shpresë ko me dojnë ndo një shërim, po deri tash, qka neve mundet me na animu mas shumë të jenë qëto pompa edhe senzorit, cilët mundet me na lecu jetën drastikisht. Uroj që edhe ky problem të zgjidhet dhe të gjithë ata që kanë nevojë për pompa dhe me materialet përcjellëse që të sigurohen edhe shteti të marrë parasysh edhe kërkesën e juaj. Faleminderit shumë që ishit.